Shko, asnjëherë nuk më ka pëlqyer që Mirëdita të kthehet një lloj eksperimenti absolutisht për gjëra që shkojnë në dëm të saj. Siç më kanë pëlqyer iniciativat që kanë bëjnë me zhvillimin e saj dhe me mbajtjen e banorëve në këtë vend tonë, për cilët Mirëdita është gjë shumë kryesore. Kur flas shumë, jam personi që nuk ka fshat mos kem shku tek njerëz, barinj, fermer, nuk mund të harroj edhe domzhorin që është vetëm në Shqipëri që ruan linjën e parave tash mes të gjyshën e vetëm me gjyshën e tjerë me radhë. Nuk ka kru, jo vetëm në Mirëditë, po edhe në zona tjera që mos kemi motivuar dhe rrugët e reja që banë, që kronjët që kanë qenë kronjët e udhëve të gjata, të mos futen tub, por të jenë punu ndruan si dikur, dhe të mos futen nëpër shtëpia, po të shërbejnë publikut, kudo që siç ka qenë tradita jonë e hershme, që të jetë gjuhë përmes nikëve të tjerë. Por kjo nuk më pengon që unë të them në një vërtet, të cilën ne do ta shohim pak më ndryshe. Kemi parasysh, censusi i para 2 viteve, Mirëdita ka 13.500 banorë. Sot është poshtë 13.000. Të paktën unë di që 10 familje kanë ikë nga Rresheni që i njoh edhe fëmijët e tyre. Ekselente. Pra është një higje dramatike. Në Mërkurth jam marrë me një bari, Klodi, mund të jetë 25 vjeç. Dhe ka marrë një shtëpi me qira, nga Puna ka marrë Mërkurth, ka 400 bakti, 400 dele në 100 dhit, një djalë punëtor i jashtëzakonshëm, është i vetmi tym në atë. Tani do të shkojmë drejt banorit zero, sepse Mirëditë do themi janë totalisht që të mos zorat e mbrojtër atje, mos vitet zgjeron, kam një propozim pastaj. Por Mirëditë do të preferojmë që të shkojmë drejt banorit zero. Nuk do të investojmë. Burrorët do të investojmë, tek minjerët nuk do të investojmë. Në pyetje jo, a ne këto, po ku në çfarë vendi? Kush janë hapësira që i japin Mirëditës? Atëherë këtu problemi është i rujtjes raportit, se gjithmonë gjithë bota është zhvilluar, kjo është luftë në mes ekosistemit dhe zhvillimit. Pra, cila është që mund ta mbajë Mirëditë dhe cilat mund të jenë diçka që unë mendoj që duhet mbështes. Unë e kam mbështet katunin e vjetër. Kam qenë drejtori i trashëgimisë dhe kulturës Mirëditë, e kam mbështet katunin e vjetër, e kam mbështet me mend, me miqtë e mi që kemi pasur. Kanë qenë 3 kërkesa për hec në katun vjetër. Dhe me shpend bengun, nuk t'ja harroj besoj se e ditë që e mbaj mend, zgjeruam zonën e mbrojtur. E futëm ishte vetëm kisha, e futëm në gjithë zonën e mbrojtur që nga katuni i vjetër, ku është dini, ku jeni ju në rrap. Dhe pas kësaj i kam shkuar drejt bashkisë, kam thënë, kjo zonë është zonë e mbrojtur vllajtar, ja u ke hartën mos i fleje. Mos e jot që të jepet leje. Dhe sot nuk ka leje, ama ka një justifikim të punës. Pse? Fakti që erdhi Mariana Graf dhe solli ekoturizmin aty. Janë edhe 7 resorte tjera, të cilët gjithë fshati është i angazhuar, nuk kemi sot tokët pa ngjellur. Pra këtu është, po tani më flasish mua nga Amerika, dhe nuk janë me rregullu pullën e etatës tanë atje, edhe më jep mend tanë Mirëditës, jep mend tanë Byjans. Pra atëherë, unë them që katuni i vjetër e ka merituar këtë lloj mbrojtje, jo se ja dha shumë, se ishte një sër faktorësh. Dhe sot e ka justifikuar, sepse katuni i vjetër është bërë një pol turistik, një nga çfarë nuk dëshon që vetëm në vitin e pandemisë ka fitur 70.000 turistë. Ka një djalë atje që ka lënë Italinë, unë i pëlqej këtë turistë si punari dhe së kështu, ka lënë Italinë dhe ka bërë resortin tek ajo shtëpia si rraf koncentrik. Bajroni ka prit çdo vit 8.000 turistë riciklik që vinë në mënyrë të vazhdueshme. Pra ky është modeli dhe ky duhet mbrojtë fort atje, që mos i preket asnjë gjë atje. Edhe e dyta, edhe zhvillimi, flasim edhe për bashkinë, unë ja kam thënë kryetarit parë, edhe tjetër, ja them dhe Berdit sot. Është pa faqe një fshat që ka dhënë modelin dhe sot ka një rrugë si para 30 viteve. Ai meriton që t'i zgjirot rrugët, i bëhet rrugët edhe të rregullohen. Nga ana tjetër, shoh minjerën e Spaqit dhe në rrisë, sepse unë kam punuar vetë në burgu i Spaqit një vit. Dhe në rrisën vërtet minator, se e di se çfarë problemi ka. Asnjëherë nuk është vepruar në kohën e duhur nga Mirëdita dhe përfaqësuesi i Mirëditës. Asnjëherë. Dhe shpeshherë por e gjykoj nga herë thëmë mbeti, po si ka mundësi më, do të vazhdojnë të përdoren si mish për top. Ky është problem shumë i madh, nuk mund të përdoret Mirëdita si mish për top për interesa individësh të veçantë. Pse në kohën kur ishte T-Rex Exploration dhe tini shumicë që ka bën Munet, një model një kompani joint venture kanadeze dhe amerikane, bëri një mrekullim në kërkimet gjeologjike, zgjeroi kërkimet gjeologjike e tjerë dhe ishte gati për të hyrë në shfrytëzim. Dhe mbi të gjitha, qoftë kushtetuta kanadeze, po amerikane, kompani që veprojnë për atë,
e kanë parsorë ndikimin social. Kështu që ata dhanë një ndikim të jashtëzakonshëm. E dyta, rrugën e mjedisit. Ne patëm një model dhe e humbëm. Nuk më vjen mirë ato familje që kanë marrë e kanë zaktuar të nëte. Ishte një model i jashtëzakonshëm. Një model që ai kishte edhe atë përpunimit të ujëra të zeza. Hyri për i balafan kur tikni pati linja rësheni, se rësheni s'ka derdurit e zeza të rëshenit. Pra ne mund t'ja lerë më gjithë. Por ai model mund t'ja lerë. Por ajo që është kryesore e mentor, as kush nuk në hyrën atjere. Me përshtim të sa specialistëve që ishin të friksuar Ministri e Ekonomisë, dhe e di shumë mirë, sepse kompanitë turke e kanë genetike një thënjën, absolutisht, ndërkohë që me ata kishin programuar që të kishte 5 galeri dhe nuk do vepronin shumë si barbar, dhe do bonin shfrytëzim model, shfrytëzim me kritere, madje as me makineri jo, por me vagona, siç ban Sajt Muja atje sipër në i Kromit që është në Tropoj. Dhe vazhdon të inspiroj inovacion për Florinën e Qepër. Pra, është një model i jashtëzakonshëm Sajti atje. Nërsa këtu tani u futën o burra atë dhe i hynë saj mirë si në hyrë, e kanë dalë të problem. Por nuk është ndërhyrë kohën e duhur. As edhe një herë, faktori militor nuk ka ndikuar në kohën e duhur. Sepse po të ishte T-Rex Exploration, një dita i kishte pa harë. Nga pipamja tjetër e lumeve, unë do të thënë dhe i gjanë. Mirdita e ka la borgjin e vetë. Ne nuk unë t'jemi tani, nuk jetojmë në makinat përpetën vogël, të shaj pa ekonomi, pa njërë pa tjetër. Në fundi si që është prek me basenin e Vjerzës e tjerë, qina, mirë, falë, sepse mendoj një po më tjetë Vjerzë, po si jetë Komani e tjerë, me që do jetoj ekonomie, a do t'jemi drita, jo t'jemi rrë. Kështu që çdo krahin normal që ka riskun e vetë. Mirdita e lau riskun. Fakti që mbaroi historia me lumin e Fanit Madh dhe lumi Fanit Vogël që u depërtu me tunel, por në fakt kanë qenë dy projekte që të 83-shin, edhe për Fanin e Madh, edhe për Fanin e Vogël, në të moment Mirdita e ka la borxhin. Ka mbi 4-5 kërkesa nga Repsi deri në Thirrë. Besim. Mbi 4-5 kërkesa, pra të veprohet si me Fanin e Madh atje. Unë ka dhe shkesh që është një panoram që i lirë shkyti i e vazhdimisht ma të Dojani, është një gjarë bukur, s'kishte ujë, di që ka lova aty, s'kishte ujë farë, dhe të vjen keq. Nërko pra, e njëta situatë mund të jot nesër mas nesër me Fanin e Madh. Atëherë çfarë? Fanin e Vogël. Fanin e Vogël kalon rruga Komit, unë e perceptoj si lumi i Komit, jo thjesht Fani i Vogël. Atëherë, a duhet që kjo të bëhet zonë mbrojtje? Pra, është momenti që ne nga Reksi andej mos e humbi ta bëjmë zonën mbrojtje, sepse ka përfaqe të gjitha ato. Nuk e mendon në gjithë Kosova që vjen të tjerë, një rrugë transbalkanike jashtëzakonisht të atëse. E dyta po bëhet rruga e Lurës. Për fat, po asfaltohet. Tani ka një gjë. Ne kemi luftuar rradhës. Edhe unë personalisht që mos bëhet heci dhe sot nuk flas me familjen, me ato familje që kanë qenë atje sepse isha në më shumë sasi etj etj, edhe me organizacione shoqërisë civile, sepse nuk u bë. Dhe fati më shpëtoi ajo. Nuk është bë uraka, po ka një gjë. Tani kjo zonë Lura nuk mund perceptohet pa paradhom me vetë. Dhe paradhoma vetë është Kubneshi. Është dyka Selitës, me atraksione që rrallë mund t'i gjetë. A duhet që dhe kjo të banë zonë mbrojtje? Unë mendoj që ju të na ndihmoni edhe gjithë bashkia të tjerë, do të bëjmë gjë që a edhe kjo të kanalizohet si zonë e mbrojtje. Pastaj unë jam i bindur 100% që do ketë zhvillime. Por mbi gjitha për ta mbyllur këtu, unë jam përkrahas i çdo zone që punon. Po punove, mbron edhe fshatin, mbron lumin, mbron brojlat dhe nuk varet me folklorizëm dhe duke shpalos flamujt mëdhej anë e këtë. Jo, do të hikje nga rezidivet e një arkaizmi folklorik skandaloz, nuk mbrohet Mirdita kështu.